Ndalemi ndoshta edhe një herë tek deklaratat e Trumpit për luftën e përgjithësi. Dua të ndalem edhe një herë tek e përmendet edhe ju se qëllimi nuk ka qenë Turqia, ka qenë Çipro. Megjithatë, deklarata e presidentit turk ka qenë e ashpër ndaj Iranit, duke thënë se po prish nimicin. Ka gjasa që ndoshta me gabime të tilla që bëhen nga ana e Iranit, që të ketë pra edhe një tjetër raketë që do të bie në Turqi, edhe të ketë një ashpërsim ndoshta të turqëve dhe të ketë ndoshta një përfshirje të tyre dhe të prishet miqësia me Iranin. Po, unë mendoj që Irani, nëse shkon edhe më tutje lufta vazhdon, Irani është interesuar që ta bëj ti nxesë edhe shtetet e rajonit që ti fut në luftë, të bëhet një luftë rajonale minimum këto shtete që përmena më herët, por pse jo edhe të prish miqësinë, sepse ajo ka pas edhe miqësi edhe me shtetet e rajonit, atë pse mos prish miqësinë edhe me Turqinë, dhe sepse Turqia është antare NATO-s, Turqia ka bazat amerikane atje, nga Turqia nesër djeg mund të përdoren edhe fluturime e aeroplanëve për bombardime në brenda territorit të Iranit, dhe unë nuk kisha befasuar që tjetë edhe kjo. Mirë po duke parë edhe deklaratën e ministrit punët jashtme dhe Iranin përgjithësi, e cila ka kërkuar falje ndaj disa shteteve, sepse nuk e ka pas qëllim që të sulmoj këto shtete, po të sulmoj bazat amerikane, atëherë le të kuptoj që tani për tani Irani nuk është interesuar që të prish marrëdhëniet me Turqinë. Mirë po, ju e dini që artikulli 5 i NATO-s është i aktivizuar, dhe nëse një projektil kalon mbi një shtet NATO-s, ata nuk e din se cilat koordinata e ka ai projektil, ku e ka destinacionin, dhe është shumë normale që po foli si ushtarak që ai të rrezohet me njëherë, dhe kështu ka vepruar edhe NATO-ja, ka rrezuar atë në hapësirat atë pa rrim destinacionin për ku është nisur ai projektil. Por unë mendoj se projektili është nisur në Çipër, baza Akrotiri, e cila tash edhe më herët numëron diku rreth 800 ushtarak, ka edhe personel tjerë civil, por aty gjenden hangaret cilët mbajnë aeroplanet shumë sekret amerikan të spionazhit, cilët përdoren për rajonin, edhe lidhjen e mesme, edhe atë pjesë të botës për të vëzhguar dhe për të spionuar dhe për të marrë. Ata aeroplan janë pajisur me kamerat shumë të sofistikuara që marrin fotografi shumë të qarta, por thash edhe më herët kanë edhe them ashtu shumë popullore, e kanë hunën dhe e kanë senzoret që mund të nuhatin edhe aty ku prodhohet uraniumi, dhe për atë arsye ata mos tepër përdoren, dhe ky ka qenë një prej arsyeve pse Irani ka sulmuar me informacionet, sipas informacioneve që unë kanë nga Rusia, sepse Rusia është duke dhënë informacione të sakta se çka dhe ku gjendet rreziku për Iranin dhe për rajonin në përgjithësi. Po, e përmendëm deklaratat e fundit të Trump për CBC News, i cili gjatë ditës së djeshme ka thënë se mendoj se lufta është gati e përfunduar, pothuajse plotësisht po jepet fund, dhe madje ka thënë se vetëm përfundimi i kësaj lufte është në mendjen time. General, beson se edhe Irani ndoshta është i kësaj ideje që të përfundohet, të jetë dakord për të përfunduar lufta, sepse në një deklaratë të tyre në fakt ka pasur edhe zëra se kanë thënë se Irani nuk do të rezistojë gjatë, por ka ardhur një deklaratë tjetër nga Irani, cilët kanë thënë se kanë shfrytzuar vetëm ndoshta pjesën më të vjetër të armatimit dhe se janë gati për të vazhduar tutje. Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me siguri kanë shkatruar, mos them tërësisht, po diku 60 deri 70% të arsenalit të saj, qoftë raketor, qoftë edhe arsenale tjera që i ka përdor, ja ka shkatërru komplet 48 udhëheqës politik dhe ushtarak
dhe kjo nuk është që e ka shkatruar edhe nuk e ka prish komandën dhe kontrolin në përgjithësi, por e ka dëmtuar në mos të madhe dhe normal që ekonomikisht Irani ka qenë edhe i dëmtuar për shkak të sankciona më herët, tani eksportin e naftës, gazit dhe çështje tjera e ka të pamundur të bëjë për arsye të luftës. Dhe unë mendoj që ata nuk dojnë dorëzohen pa kufar kushti, por unë mendoj që mezi presin që një shtet mik i tyre të ndërhyjë, të ndërmjetësoj për ndalimin e luftës apo ndalimin e operacioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ata unë mendoj që e kanë frikë, Irani e ka frikë se brenda Iranit jetojnë diku 6 deri në 8 milion kurd, dhe sipas disa parashikimeve dhe sipas disa deklaratave edhe të presidentit Trump, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të armatosin këta kurd që jetojnë brenda territorit të Iranit, dhe kjo do të ishte një luftë nga brenda që do t'i ndihmonte edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Izraelit që të rrezohet ky režim, edhe pse është vrarë Ali Khamenei, por ka ardhur djali i tij dhe me ardhen e djalit të tij na për mendimin tim është režimi i njëjtë, nuk ka ndryshuar asgjë dhe këta dëshirojnë mos tani, sigurisht që të ardhmen do të punojnë shumë fuqishëm në drejtim që nëpërmes kurdëve që jetojnë aty brenda të bëjnë diçka. Unë mendoj që CIA dhe shërbimet tjera inteligjencë, po edhe Mossad nuk kanë punuar mjaftueshëm me kohë apo para se të fillojë operacioni që të punojnë me kurd brenda për brenda, të punojnë me opozitën që është brenda Iranit, që me kohë ata të fillojnë përgatitje dhe njëkohësisht krohas operacioneve të ndodhin edhe sulmet për brenda dhe tash do të jetë pak më e vështirë, po mendoj që nuk është e pamundur që të vazhdohet ushtarakisht brenda për brenda, sepse e thash më herët, Shtetet Bashkuara të Amerikës duke pas parasysh pozitën gjeografike të Iranit, e rrethuar në 3 anë të kufirit me bie shumë të larta, në anën e 4 e ka detin, mendoj që është e pamundur nuk është, por kostoja do të ishte katastrofale për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ata shumë mirë e dinë që kjo është një avanturë apo një operacion jashtëzakonisht i kushtueshëm në jetrat njerëzve dhe në mjete materiale, dhe unë mendoj që Shtetet Bashkuara nuk do të shohen në një avanturë të tillë tash për tash. Padyshim se do të jemi kastrati këtu për t'i parë dhe për t'i diskutuar edhe ditët në vijim. Ne të falenderojmë shumë që ishe sot pjesë e mesditës.